Unë jam e bindur sa i qytetari ka paguar lekët dhe i ka marrë dhe me kredi. O, mos fol paralel kur bëj pyetjen, të lutem, se unë të respektoj. I ka marrë lekët me kredi dhe mezi paguan ato lekë me kredi dhe unë jam e bindur që ato lekë nuk do t'i kompensohen asnjëherë. Në vlerën siç e ka patur shtëpinë. Dhe për këtë nuk do t'ia di asnjëri fare. Ky që jep lejen, që ai jep këtij ndërtuesit, këtij biznesmenit që është gjysmë metri nga toka, se e njoh edhe çan ndërtuesi është. Këti ndërtuesit që a jep. Nuk e heq veshin njerë që ti thotë, ore ti, nuk do japësh një shtëpi, po do japësh 2 shtëpi ati, se i kesh kaktu dhe të merë. Ja kjo pse s'ndodh kjo. Po them ata u shkatruan vërtet. Ja kjo pse s'ndodh kjo. Se po bëjmë teori rakote këtu tani. Bëju një pyetje, po bëjdo një kundër pyetje. Shkon bashkia tek ndërtuesi apo shkon ndërtuesi tek bashkia? Ndërtuesi më ndërtuesi se ka interesin e vet, nxjerr lekët e veta, po. Ta thash kuptim tjetër. Shkon ndërtuesi, flet me banorët, merr akordin dhe shkon bashki. Po, bën pazar me banorët, i jep lekë. Bashkia. Është bërë biznes po zotëri. O zotëri është bërë biznes, nuk e... Nuk është i biznes, është i vizioni. Qa vizioni, mo? Në një tregti të lirë, do diktosh vizioni, po është biznes, mo? Po nuk ndryshon, mo? Po shko, ti do përsaktosh qytetin si do zhvillohet, kush e përsakton? Po ti s'ke plan urbanistik tani. Ja, pra shkon se erdhë nuk e plani. Të lutem tani. Në qoftë se ti do të hapësh teoria. Më thuaj një rrugë alternative që sham Tiranë. Në momenti ti hap një rrugë alternative. Në moment që hap një rrugë alternative, atëherë i thua, unë jap leje në këtë zonë se do hap rrugë. Jo, mo jo zotëri, kush dha leje, mban përgjegjësi? Këtë dua ta di unë. Ka atje se paguajnë ndërtuesit dhe qimet e kokës kur marrin një leje ndërtimi. Është e vërtet? Sa paguhet kur merr një leje ndërtimi? Qimet e kokës paguajnë. Këto lekë që merr bashkia X, Y, a dalin ata gallarët mbajnë ndonjëherë përgjegjësi aty, thonë, ore, prica, është edhe detyra jonë. Pra jo thash ta mbuloj shtetin, nuk e thash dot. A ishte... Ta mbuloj shtetin një herë për herë, pastaj mund ngarkoj firmën me detyrime. Bravo. Po, se ka marrë lekët. Shteti direkt. Po. Se ka marrë 15% që këtë ishte që po si planet. Shteti këtu do dilte. Po. Që shteti ka marrë 15% dhe nuk i bën asnjë shërbim atij qytetarit. Shumë saktë. Ndërtuesit, se nuk ja sjell as ujin as kanalizimin asgjë. Shumë saktë. Ato pikat. Dhe në këtë moment le ndërhyj shteti si faktor rregullator. Ka zgjidhur problemi me situacion. Pastaj po. Hyn shteti faktor rregullator, mund t'i krijojë një ose ato 15% që e merr ti, le ta marri ky, se këti janë nxjerr qumshin e nënës ai qytetari për lekët që i ka marrë. Po, ja kërkon deri në fund. I pëlqeu 15%. Nuk gjeta një standard, mbase ka, nuk e gjeta në internet. S'ka standard? Nuk e gjeta, duhet të jem korrekt. E kërkova sot që do vija në emision. Nuk gjeta formularin se Yra ke e famshme e i Albanje, që unë duhet paguaj lekët pasaj që dilin ca formular për leje, po unë s'do paguaj lekët për leje në një emisione, kupton? Transparenca jo. Ta kështë bërë atë? Po është bën shumë leje ndërtimi, s'ka mund. Do të ndihmonim ne. Do më thënë, në këto kushte nuk duhen dhënë më leje ndërtimi. Jo, thash duhen dhënë leje ndërtimi. Ju thoni për ndërtuesin që du të mbaj përgjegjësi. A dini që Tirana po ngrihet, ne gjithë jetojmë, ngrihet vertikalisht. Dhe ngritja vertikale vjen aty ka e lagja, i shem ato ndërtimet, bën rrëthimin, bën barajë, ku i çon ujërat e zeza, ku i çon shkarkimet, s'ka magjistral. Ku e shkarkon po me të njëjtat tuba.